Përshëndetje, mirë se erdhët në klasa. Unë jam mësuese Vjollca dhe jam mësuese e klasës së 4 në shkollën fillore Vallezri Miladinov Sinastruk. Së bashku do të jemi në orën e arsim fizik dhe shëndetësor, ku do të njihemi me njësin hipja mbi veglat gjimnastikore dhe të improvizuara. Qëllimet konkrete të kësaj njësie janë koordinimi i lëvizjeve në hapësirë, krijimin e dashurinë ndaj gjimnastikës dhe krijimin e të arriturave tekniko-sportive sipas aftësisë individuale dhe zhvillimit estetik, përforcim të forcës të grupeve të mëdha muskulore, krijimin e kushteve për efekte emocionale pozitive në punë me grup dhe bashkëpunim. Nga ju nxënës pritet që të përsosni teknikën themelore të qëndrimit drejt përshimor në trarjen e ulët. Mjetët mësimore për realizimin e kësaj njësie janë trari i ulët dhe dyshekët. Fillojmë me ushtrimet trupore. Ushtrime për nxemjen, zgjatjen, zhvillimin dhe përforcim të muskulaturës. Ushtrime për kokën, qafën, trupin, si dhe ekstremiteteve të sipërme dhe të poshtme. Pra, në fotografinë e parë, ne kemi dhënë ushtrimet për muskujt e qafës, ku kemi lakimin e qafës, nga ana e majtë dhe e djathtë, poshtë, lart, si dhe rreth rrotullimin e kokës. Në ushtrimin e vazhdim janë ushtrime për shpatullat, ku kemi ngritjen e shpatullave lart, poshtë, para dhe shtytjen prapa, si dhe rreth rrotullimin e tyre. Ushtrimin e përsërisim 5 hera. Vazhdojmë me ushtrime për krahët. Drejt qëndrim. Hapim krahët horizontalisht në drejtim të supëve dhe bëjmë rrotullime të vogla para dhe pas. Përsëritja e ushtrimit është 5 deri 8 hera. Po ashtu, vazhdojmë me ushtrimet e krahëve, ku kemi kryqëzimin e krahëve para dhe hapja e krahëve anash, siç është dhënë në fotografi numër 4. Ushtrimin e përsërisim 8 hera. Kemi krahët para lart, sipra kokës dhe anash poshtë. Ushtrimi përsëritet 8 hera. Ushtrime për trungun janë lakimi i trungut nga ana e majtë dhe lakimi i trungut nga ana e djathtë. Ushtrimin e përsërisim 5 deri 8 hera. Rreth rrotullimi i belit nga ana e majtë dhe nga ana e djathtë, përsëritja është 5 herë nga të dy anët. Ushtrime për këmbët. Bëjmë ulje dhe ngritje të trupit. Përsëritet 8 herë ushtrimi numër 8. Kurse në ushtrimin numër 9 kemi zgjatje të muskujve të këmbëve. Përsëritim 8 herë. Pra, më parë përmendëm se njësia i takon gjimnastikës. Në fillim do të dimë ç'është gjimnastika. Gjimnastika është një sport që drejton njeriu të dallojë forcën individuale, fizike e mendore, përmes ushtrimeve precize të kontrolluara me estetik për efekt në një sinonti lëvizjes që zhvillohet në vegla të ndryshme. Ushtrimet në vegla gjimnastikore mund të jenë ecje e ushtrime në tra të ulët, kapërcim bikaluç pa doreza, kacavarja, në trapez, unaza, paralele e tjerë. Pra siç janë të paraqitura në fotografi. Ecja në tra të ulët. Ushtrimi i ecjes në tra të ulët realizohet në këtë mënyrë. Merret pozita fillestare dhe lëvizja e drejtë e trupit. Teknika e ecjes në trarjen e ulët përvetësohet së pari me ecjen e dysheme, pastaj në biancën suedeze, e kur teknika më të jetë e mësuar e përvetësuar mirë, atëherë kalohet në ecjen në tra të ulët. Të dashur nxënës, e dim se kushtet shtëpiake nuk na mundësojnë që ne të realizojmë një orë mësimore siç duhet. Por me disa mjete që keni të disponueshme në shtëpi, ne do të mundsojmë realizimin e njësisë me sukses dhe sa më mirë. Pra, kjo ishte njësia e jonë për sot. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju uroj një ditë të mirë. Mirupafshim.